E vërteta është që Edi Rama i ka penguar dhe unë e kam denoncuar në kohë bllokimin që u bëri oficerëve të BKH-s për të futur në kryeministri për të konfiskuar dokumenta krimi. Duket se më vonë është ndërhyrë dhe kur kanë shkuar herën tjetër, Edi Rama ka kërkuar çarmatosin e tyre. Sa i vuan nga fobira. Ai ka menduar se për shkak të atyre që ka kryer dhe mund të arrestonin, mund të sonin urdhër arresti apo i gjë të tillë dhe i ka detyruar të lanë, siç thot ai, patllaket me përçmim, t'i lanë tek oficeri i rojës, çka nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po këto janë fobitë e Edi Ramës, sepse Edi Rama, në qoftë se Lubi Balluku është bërë qartë në tunelin e Llogaras se si ka vepruar me Ergys drejtorin e përgjithshëm të rrugëve për tendrin e tunelit Llogaras, Edi Rama është shumë më i lidhur në këtë aferë se sa Lubi Balluku. Edi Rama ka marrë Lubi Ballukun e ka çuar në Ankara. Në Ankara është Edi Rama që ka organizuar takimin me kompanitë të cilave ja u dha tendrin me Lubia me 50 milion euro më shumë.